Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku çudit botën, gështenjat shërojnë këto sëmundje. Jasa duhet të hani sipas moshës. Të pjekura apo të zjera, gështenjat janë mbretëresha e tavolinës së vjeshtës, tepër të shijshme dhe super energjike. Ato janë një kurrë shumë e mirë për sa i përket shëndetit tonë. Konsumoni gështenja jo vetëm sepse janë frut i stinës së vjeshtës, por sepse janë të pasura me vitamina, minerale dhe i bëjnë shumë mirë lëkurës dhe shëndetit të zemrës. Të pjekura apo të zjera, gështenjat janë mbretëresha e tavolinës së vjeshtës, tepër të shijshme dhe super energjike. Në fakt cilësohet si frut jo i zakonshëm, siç e shpjegojnë nutricionistët. Gështenja në krahasim me frutat e tjera përmban ujë në sasi më të paktë, mirë po mund të konsiderohet si minjer ari për përmbajtjen e lartë të mineraleve, sikurse janë hekuri, kalciumi, kaliumi, bakri, mangani. Po kështu është një burim i mirë i vitaminave të grupit E, C, K dhe B, shumë të dobishme për funksionimin e organizmit. Ndaj edhe ne në këtë video do t'ju listojmë disa nga të mirat përse konsumimi i gështenjës ju bën mirë për shëndetin. Së pari janë super të ushqyeshme. 100 gram gështenja ka në rreth 165 kalori dhe njëkohësisht shumë pak karbohidrate, rreth 37 gram, nga të cilat të paktën 1/3 është në formën e nisë shtesë. Gjithashtu, përmbajtja e tyre është më e lartë se ajo e patateve dhe përgjithsisht e ngjashme me atë të drithrave. Prandaj ky ushqim shumë kalorik që mund të bëj kripra minerale, vitamina dhe antioksidant në sasi të mirë është pikërisht gështenja. Së dyti, ajo përmban shumë vitamin C. Fruti i gështenjës përmban vitamin C, po aq sa limoni, por vetëm nëse hahen të papërpunuara. Vitamina C është e nxehtë dhe nxehtësia ka tendencën për ta shpërndarë atë. Së treti janë aleatet të bukurisë, të pasura me vitaminën A dhe C, favorizojnë prodhimin e kolagjenit, i cili është i domosdoshëm për të ruajtur elasticitetin e indeve. Kolagjeni gjithashtu është një proteinë të cilën trupi juaj e prodhon natyralisht. Ajo është e rëndësishme për ruajtjen e shëndetit dhe gjallërisë së lëkurës. Së katërti, sepse mbajnë zemrën të shëndetshme. Fal kaliumit, ato janë një burim mjaft i mirë, duke i kthyer gjithashtu në aleatet të zemrës dhe arterieve, ndihmojnë edhe në mbajtjen e hipertensionit të shëndetshëm dhe të sistemit kardiovaskular të përgjithshëm. Përveç kësaj, fal pranisë së vitaminës C, ato kundërshtojnë mbajtjen e ujit duke promovuar qarkullimin e duhur të gjakut. Së pesti janë gluten free, pa gluten. Mund të konsumohen edhe nga persona të cilët vuajnë nga sëmundja e celiakisë, e cila është një sëmundje që shkaktohet nga gëlltitja e glutenit, që është një kompleks i proteinave të patretshme në ujë, të cilat ndodhen në grur dhe karakterizohet nga një numër i madh manifestimesh klinike. Së gjashtë, janë efikase kundër plakjes. Gështenjat gjithashtu janë të pasura edhe me antioksidant, prandaj ato arrin të kontribojnë në luftën kundër stresit oksidativ dhe plakjes. Së shtati, sepse ulin kolesterolin, konkretisht prania e acideve të mira yndyrore. Yndyrnat të ngopura dhe të vitaminës C lejojnë rregullimin e kolesterolit në gjak. Së teti, forcojnë dhe mbrojnë imunitetin. Gështenja përmban antioksidant, polifenol dhe substanca të tjera, të cilat kanë veprime antiinflamatore.
Së nënti janë aleate të shëndetit të aparatit tretës. Prania e lartë e fibrave i bën gështenjat probiotik të vërtet të afta për të mbështetur zhvillimin e florës bakteriale dhe funksionimin sa më të mirë të aparatit tretës, veçanërisht të zorrëve. Kundër lodhjes, përmbajtja e lartë e kriprave minerale dhe indeksi i lartë glicemik i kësaj fruti vjeshte ndihmon në rimineralizimin dhe rikthimin e rezervave të glikogjenëve të muskujve pas aktivitetit fizik. Përmbajtja e mirë e nisë shtesë praktikisht karbohidrateve komplekse e bën gështenjën një vakt ideal për ata të cilët ushtrojnë sport të rezistencës, pasi liron energjinë ngadalë. Dalja në treg e gështenjave është një lajm i mirëpritur nga të gjithë. Kjo ndodh jo vetëm për faktin se gështenjat janë të shijshme. Ato janë të buta dhe të sillin ndërmend atmosferën festive të darkave në familje. Mënyrat më të mira të shijimit të gështenjave janë nëzjerja ose pjekja. Vlerat shëndetësore të gështenjave të pjekura. Gështenjat janë shumë të pastura me fibër. Kjo e fundit është thelbësore për mbarvajtjen e punëve në sistemin tretës. Ajo gjithashtu ul kolesterolin dhe njëkohësisht ajo arrin të mundur edhe stabilizimin e nivelit të sheqerit në gjak. Gështenjat nga ana tjetër përmbajnë kryesisht fibër të patreqme, e cila pastron në zorrët nga mbetje ushqimore, dhe ndryshe nga arrorët e tjerë, gështenjat përmbajnë sasi të lartë karbohidratesh. Ato nevojiten për një energji sa më të mirë në organizmin tuaj afatgjatë dhe ndihmojnë në funksionimin e sistemit nervor. Karbohidratet që përmbajnë gështenjat janë komplekse, që do të thotë se treten ngadalë dhe energjia që ofrojnë është e qëndrueshme. Gështenjat gjithashtu janë të shëndetshme për trurin. Gështenjat përmbajnë vitaminat e kompleksit B, të cilat treten në yndyrë. Ato ndihmojnë në prodhimin e ruazave të kuqe, për shpërbërjen e proteinave, përqimin e energjisë, shëndetin e lëkurës dhe funksionet e trurit. Një sasi prej 85 gram gështenja të pjekura ju do të gjeni 21% të dozës së rekomanduar ditore të vitaminës B6. Nga ana tjetër, mangani luan një rol të rëndësishëm dhe në parandalimin e plakjes. Ky antioksidant i rëndësishëm arrin që të luftojë radikalet e lira, të cilat ulin në rrezikun e sëmundjeve të këqija dhe sëmundjeve të zemrës. Një sasi prej 85 gram gështenja të pjekura ofron 1 mikrogram mangan. Kjo sasi pasti përbën 50% të dozës së rekomanduar ditore. Nëse dëshironi një mëngjes të pastur me këtë mineral, ju mundet që të konsumoni tërshër me gështenja të pjekura. Kockat, një sasi prej 85 gram gështenja të pjekura ofron 22% të dozës së rekomanduar të bakrit. Ky mineral është i domosdoshëm për sistemin imunitar, por edhe për kockat. Ju mund t'i kombinoni gështenjat e pjekura me kumbullat e thata për një vakt të pasur me bakër. Mirë po duhet të dini se informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtatet rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos t'i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!